Ne apet një situatë njëjtë, apet një me dalë për kësaj krize. Po çdo herë vina me shpresën që diçka ka lëviz nga pjesa e komput të rezultateve. E vërtetë është që qytetarët presin që ne më ofru zgjidhje, nuk është që kuptimi ne nuk kemi bërë lëvizje në konkretim, ndërsa do të kemi lëvizje aty do kemi reflektim të partive politike që deri sot kanë refuzuar me aprovu komisionin përmes të cilit ne mundemi me hinë në pikën tjetër të trajtimit që është procedimi i kandidatit për kryetar. A keni arritë gjatë këtij vizave të atoshi me arritjen e marrëveshje politike, qoftë me ndonjë parti, qoftë me ndonjë individ, se po përmendet që është pas lëvizje edhe me individ deputet të caktuar. Po tash në vazhdimsi ka komunikim. Ne nuk kemi prej atyre që kanë zhvilluar biseda ose komunikime, po në rastin do të njëjtë rasti në secilin prej deputetëve që deri sot nuk kanë votuar komisionin, unë thjesht kisha më bënë një pjesë të argumentit ose shpjegimit pse është e rëndësishme për Kosovën që Kosova me pas kuvend dhe me një afatën e më të shpejt kohërave që. Shqipëria ka pas aty në teoria me takmitin e ministrit të shtatë dhe me kundërshtimin tonë që nuk i keni ende tamam vendimin nga se diskutoni në lëvizje të vendosur nëse jeni pro ose kundër ti të bëhet shpreh parlamentare. Keni marrë tashmë një vendim ju si listë buxhet. Për sa të herë në partia vetë. Andaj e bëra pyetjen si lista buxhet. Dhe çështja është për negociatat me nismën social-demokratëve dhe zotin Lima, do thotë negociatat e zhvillojnë në këtë rast lëvizja vendosje dhe ministri Edi Kurti ose dikush nga pjesa e ekipit që potencialisht mund me uvëllë të takime ka pas para dy-tre vjetësh. Nuk e di çfarë niveli është realizuar, por ka pas aktor vetë të vendosjes që e kanë. Po deri në këtë fazë nuk kam dieni që këtë lëvizën diçka. Ajo që dihet është që do të thotë në aspektin e qeverisjes ne gjithë e shohim nismën social-demokrate si partner. Zotëri Beci, në rrafshin personal, a keni ndonjë parashikim se kur mund të zgjidhet kjo bllokatë? Sot e 25 herë, në anën tjetër po thoni se keni ofruar alternativa të cilat nuk është që kanë dhënë ndonjë rezultat. Në rrafshin personal, a keni ndonjë kohë nëse jo ditë kur mund të ndodhë? Jo, nuk mund me parashikun një gjë të tillë. Do të është shumë hipotetike. Do të isha shumë i lumtur në rast se do të arrijmë që ta zgjerim kryetarin e kuvendit edhe të futemi në afate ligjore dhe kushtetuese për mandatarin e qeverisë. Në rastin në moment nuk është diskutuar për nga parti që ndonjë edhe takimet fundi votës nuk është rrallë që deputetët e respektuar vendimin e gjykatës kushtetuese që duhet të marrë pjesë edhe me kontribu konstituimit të vendit. Ti vetë jam ndonjë edhe jo se abin kurrë që opozita jam patriarkal. Pasi që nuk e votuar në